Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Nëse fëmijët nuk e hanë spinaqin, atëherë provoj këtë recetë dhe do më kujtoni. Sot po gatuaj burrani me spinaq dhe oriz, fik siç e bënin nënat tona, por me një truk që nipi im 3 vjeçar e fshin gjithë pjatën. Shpejt, shëndetshëm dhe plot shije. Le të ndezim sopat. Si e shikoni, po gri një tufë me qep të njoma. Shtuam në tenxhere vaj ulliri dhe do t'i bëjmë një kaurdisje të plot. Derisa ta shikoni që qepët kanë rënë nga vëllimi dhe kanë filluar të marrin një skuqe të lehtë. Për ta bërë pak ndryshe, unë do t'i grij dhe një kungullesh. Nëse reo do mi pëlqente speca dhe atëherë do t'i grija edhe 2 speca, por thjesht po e lë me kungullin. Pasi reo ka filluar të bëhet selektiv, i ndan specat më vete në gatime. E kaurdisëm edhe kungullin, u larguan të gjitha lëngjet dhe doli në yndyrn. I shtuam një kup me domate pomodorini, nuk po i pres domatet, pasi në këtë mënyrë ja pastroj më thjesht lëkurën. Do t'ja pastroj lëkurën, si u thash edhe më parë, reo nuk i pëlqen, ndaj unë po detyrohem të pastroj edhe lëkurën e domateve pomodorini. Duke i lënë 5 minuta me kapak, i pastroni me njerë. Domatet u shpërbën. Shtojmë 2-3 lugë të gjellës me salcë domateje. Sa po të largohen lëngjet e salcës, do t'i shtojmë kremin e hudrave. I shtojmë 1 lugë të gjellës me krem hudrash. Ju kam premtuar që do ta sjell këtë recetë, por nuk jam bërë mbar për ta filmuar. Megjithatë, sa po të më mbaroj ky kremi, unë kremin tjetër do ta filmoj me patjetër. Të lehtëson shumë punë në kuzhinë kremi hudrave. Me që këtë recetë unë po e bëj pa mish, atëherë po i thërmoj një koncentrat pule ose viçi, kjo mu gjet në shtëpi. Zakonisht unë përdor më shumë xhelatin kockash, por më kishte mbaruar. Gradualisht do shtojmë 1 kilogram me spinaq. Duke shtuar një pjesë, duke e përzier, shtojmë pjesën tjetër, deri në fund sa ta mbarojmë plotësisht spinaqin. Vazhdojmë ta përzijmë. Vetëm 5 minuta me kapak dhe spinaqi bie nga vëllimi. Ka lshuar edhe lëngje natyrisht. I shtojmë orizin, kam diku tek 140 gram oriz. Nëse do e masni me masa kuzhine, gati 3 çerekun e filxhanit të çajit. I shtuam 700 ml ujë të nxehtë natyrisht. E rregulloj me krip, i shtojmë piper të zi. Erëzat janë sipas dëshirës. I shtoj këtë miksin e erëzave dhe në fund fare do t'i grij një tufë me nenergjik të freskët. I rri mirë nenergjiku kësaj recete dhe i jep shumë shije. E përziej mirë dhe do ta lëm të ziejë avash avash në zjarr të ulët për 30 minuta. Mbas 30 minutave të gjithë përbërësit janë lidhur, ka marrë një teksturë të mrekullueshme. Për të ruajtur vlerat dhe për të përthithur më shpejt hekurin që ka spinaqi, i shtojmë edhe një gjysmë limoni. E servirin bukur duke i shtuar pak kos shtëpie sipër ose djath, çfarë ju të dëshironi. Ja pra miq, sekreti i limonit në fund dhe pak kos shtëpie e bëjnë këtë burrani magjike. Nëse doni më shumë receta tradicionale që i hanë me dëshirë të gjithë familja, atëherë abonohuni në Pasion Kuzhine.